Ishte 16 vjeç kur Kujtim Hysesani me profesion fizioterapist humbi plotësisht shikimin. Megjithatë, kjo nuk ishte një betejë për të, por forcë, që pavarësisht vështirësive vazhdoi të jetojë një jetë si të tjerët. Në një intervistë për Vision Plus, Kujtimi rrëfen historinë e tij. Kam lindur me shikim të reduktuar dhe pastaj ditë pas dite më ka ardhur rënia e shikimit. Nuk është se ka qenë një ditë, një datë e caktuar. Dhe në moshën 16-17 vjeç unë shkruaja dhe lexoja me vështirësi. Pastaj fillova të kem akoma rënie të vazhdueshme të shikimit, derisa tani jam praktikisht pothuajse zero. Vështirësitë i kam pasur që në fillim. I kam pas diferenca me moshatarët që në fillim. Sot Kujtimi është 45 vjeç, ka përfunduar studimet për fizioterapi dhe prej më shumë se 13 vitesh ai punon pranë qendrës kombëtare multidisiplinare në Tiranë, duke ardhur në ndihmë fëmijëve dhe të rriturve me nevoja të veçanta. Për ne është shumë e rëndësishme që të kemi një profesion, të kemi një punë. Kjo na bën shumë të integruar me shoqërinë. Ne e vuajmë shumë faktin që siç është shpreha invalid, domethënë, që bëj pa vlerë, po themi, dhe kur kemi një profesion dhe kur bëjmë diçka për jetën tonë, ne jemi goxha të përmbushur dhe kjo për mua është primare. Dhe e dyta pastaj të ndihmosh edhe njerëzit është kënaqësi e madhe. Unë praktikisht kam rreth 13 vjet këtu te kjo qendër. Kjo ka 3 targetu grupe kryesore që ne i ndihmojmë këtu. Fëmijët në situatë rruge, moshën e tretë dhe fëmijët me nevoja të veçanta, po themi autizëm, sindromën Down e të tjera. Ndërsa punën e tij e bën me shumë pasion, ai nuk nguron të japë edhe një mesazh për fëmijët, të cilët shpesh për shkak të qëndrimit të gjatë para pajisjeve elektronike përballen me probleme fizike. Unë përfitoj nga ky rast që të jap një mesazh, domethënë për të gjithë, kryesisht fëmijët sot, sepse po bëjnë kaq pak aktivitet fizik duke krahasuar me atë që bënim neve, janë të përqendruar te celularit, te televizorit, te kompjuterat dhe pothuajse nuk bëjnë aktivitet social dhe fizik fare. Historia e Kujtim Hysesanit është dëshmi se forca e njeriut nuk matet me pengesat që përballon, por me mënyrën si zgjedh t'i kapërcej ato. Për të, humbja e shikimit nuk është një disfat, por një arsye më shumë për të jetuar.